Sot shënohet dita botërore e miqësisë, një ditë që na kujton rëndësinë e njerëzve që kemi pranë dhe vlerën e marrëdhënieve të sinqerta. Miqësia është pjesë e përditshmërisë sonë në ditët e mira, por sidomos në momentet kur kemi më shumë nevojë për dikë që të na qëndrojë pranë. Por sa rëndësishme është miqësia për qytetarët dhe çfarë do të thotë për ta një mik i vërtet? Miqësia ka vlerë të madhe. Kretë njerëz pozitiva, të vullnetit mirë, ata bojnë ura miqësie. Jo murën datësie, almiqësie. Se ata njerëz që janë të lindën pozitiv, ata që të vepra i bojnë. E ku ka miqësi, ku ka dashuri, e ku ka lumturi, ata janë tonë me përëndi. Se sa më mirë se me qenë njeri human, i cili nuk bën dasina, apo bën gjithmonë bashkim, kështu që s'kish më pas as lufta, as pretendime territoriale, as vrasje, as të sene. Miqësia për ne është në fakt shumë e shtrejtë, sepse miqësinë ke mundësi ta zgjedhësh. Askush asnjëri nuk ke pas mundësi të tillë. Kurse miqësinë e zgjedh. Dhe në fat i madh të kesh mik të mirë. Është shumë fat i madh. Si ka është e shprehja, më mirë një mik se një shiflig. Masi qenë ka dita e miqësisë, unë për natyrës jam person i shoqërore dhe gjithkohën kam dëshirë me dalë me shoqe, me pas shoqëni. Dita botërore e miqësisë u propozua për herë të parë me 30 korrik 1958, ndërsa u shpall zyrtarisht si ditë ndërkombëtare nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në vitin 2011.